Rikonstruimi i kësaj rruge filloi një muaj para zgjedhjeve lokale. Aso kohë banorëve të fshatit Merovu ishte premtuar se rruga do të rregullohet së shpejti, mirë por pasi që kaluan zgjedhjet, për këtë rrugë ende nuk ka zgjidhje. Banorët e kësaj ane shprehen të revoltuar me mosmbajtjen e premtimit nga ana e kryetarit të komunës Blerim Sejdiu. Ata thonë që përveç se kalimi i kësaj rrugë është i rrezikshëm, e njëjta po ua dëmton edhe veturat dhe po ua vështirëson dukshëm lëvizjen për në qytet. Bërbat, e shajfni vetë se si udha. Zdi si të thomë që të ndërajtë, e shajfni, kini artër ma. Udha bërbat, vallaj. A pikur o kësha? Po, ko e dishtë aja, i ka aja 4 muj, pe. Ma sham, vallaj. Ko e dhe ju, 4 muj i ka kësha. Thonë që këse shtaj dhe bojnë me të parin do najsi. Duhet me bë sabrë, se kita bëm. Durim duhet me pas. Gjdo punë ka durim. Gjdo punë. Udha katastrofë. Pim 15 tetor udha është e prejshët. Premtimi është konë që para zgjedhjeve do bëhet udha, dhe me thonë nuk është e bom udha. Se për këtë usjellësit, dhe me thonë vetëm është bëhet disa grerje kote kote në përfshat, dhe me thonë dëmtime të rrugëve në përfshat, edhe asë nisëm nuk është intervena. Se për këtë rruga që ka nisë punimet që 3 ditë, dhe me thonë nuk ka asë një punim, për post një bagera po eksavator që ka ardhë, se rruga është dëmtu, dhe me thonë ka patë shimje dheu. Për atë arsye, dhe me thonë e bagerë që ndronë atë. A përndrej shekretari që 6 muajt, dhe me thonë se kanë kalu për zgjedhje, nuk ka ende asë një punim apo një hap të hecë rruga për parë. Kretari ka qenë fshat para zgjedhjeve ditën që është bo, dhe me thonë, fushat politike. Përndryshe nuk ka qenë asë një ditë në fshat kretar. Në presh në rabën, kitë ne ka presh rabën. Të gjithë veturat që shkelin në të rrugë, besoj të gjithë janë të prishura, që 4 muaj, 5. Kështu, në gjenje të mjerushme. Kryetari i komunës së Zhelinës pranon se u ka dal nga fjala banorëve të Merovës, por thot se vënesat kanë ardhur si pasojë e motit të ligë dhe ngricave që kanë pamundsuar shtrimin e asfaltit. Sipas Sejdiu, deri në fund të muajit mars rruga do të përfundojë në tërësi dhe nuk do të ketë më vonesa të tjera. Rruga është duke u bërë, ka 3 ditë që kemi filluar, kanë qenë kushtet e këtilla të këqija që e kanë pamundsuar intervenimin e mëhershëm. E kam thënë që do e bëj më herët, nuk mund të them që nuk e kam thënë, kushtet klimatike kanë qenë të tilla dhe unë nuk kam ndikim aty, por që rruga do të bëhet me asfalt deri në fund të muajit të tretë, atë po e them me përgjithësi, tha Blerim Sejdiu. Kjo rrugë përveç se nga fshati Merovës shfrytëzohet edhe nga banorët e fshatit Sallarev, ndërka që rëshqitja e dheut së fundmi e ka bërë këtë rrugë edhe më të rrezikshme për kalimtarët dhe shoferët që frekuentojnë këtë rrugë.